Çdo fond, edhe çdo ndarje, se edhe mundo me këtë vit, është ndarje, feks. Çdo fund, na çdo herë i kemi me këndo që rrim, e kam edhe këto, sikur jemi presion mu kry, edhe di që jena pak ma të ngarku, më kisha dosh me do një këshill të vogël, mbrëmje para gjumit, një çaj me rozmarin, edhe me karanfel, para gjumit kish me ndiku te për mirë, nuk pe demonstroj se e din që ju kom tregu që du të me zi qajin, më thoni sasit karanfilit, rozmarin e zim 10 minuta edhe një gotë para gjumit minimumin a 30 minuta kështë që një dole, një farforme edhe detoksifikim, ato mirë që i marim po edhe ndikon shumë në stabilizimin e prodhimit të melatoninës, që na me flejt rahat me gjithë këtë ngarkes. Prej sante, do t'jetë të zemenis të emlin, sepse prej stresit edhe gjumës ka një ideale si përfundim para se me flejt në gjumë. 10 minuta me zi? Po, 10 minuta edhe qojnë e kemi gotit Se ku menove që e mbyllë emisionin pa e provu salatën. Se shta shoftof, ma. A do një salatë rusel jam. Dashur meq, fantastike, Elin. Shumë e mirë. S'diat kom thonë e herë jo e mirë? S'kom pas në herë jo, a? Ja. Jo. Edhe ato recetat me hudër me herë. Me hudër. E mirë vish pas ka hudër. Jo, me hudër s'ma ka pas pojt. E mirë po me hudër. E mirë po pas ka hudër. Len faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit. Dashur meq, na këtu pëndohemi, me një anar do të shihemi në edicionin tonë festiv, super të veçant, e pa dyshim që prej janari do t'jemi bashkë si familja me madhe në vend. Jam shumë e lumëtër, jam krenare për ullëm para se cilit për juve për besimin që tregoni për familja jonë. Një falenderim të veçant nga zemra, që fjallet nuk e përshkruajnë, janë për kameramanet tonë, për stafin e regjisë, për montaxherët, për gjithë ata persona që nuk shihen pranë kamerës dhe bëjnë punë 30 herë më shumë se na këtu. Ata të cilët ndoshta prej mëngjesi deri në mbrëmje janë në kom, mbrapa kamerave, ndoshta se kanë kohën as me hangër ushqim, as me pi një kafe, por që e bëjnë një punë super kreative, me shumë përgjegjësi, që janë dje me vajza treja, super profesional, të përgjegjshëm, të cilët na bëjnë çdo ditë më shumë krenar që televizioni gazetarëve ekziston.